Do thëm diçka. Meritat, mirënjohjet, I meritojnë ju që jeni këtu. Jo na që kena ikë, sa do të mirë djena, na si na të mirë sa jo. Ju që keni rritmin këtu, ju që bani bizneset këtu, ju që mani vanin këtu, ju jeni ata që meritojnë, jo na që kena shkue e u prifmire tonë drejt asimilimit jashtë shtetit. Gjeneras tebe, gjeneras time, I dhem zemar për këtë vend, se jam po 40 vjeç këtu. Rinin e kom kalue në këtë vend, janë kanë vitet e ardha, atë janë vitet e prodhimit dhe shfrytëzimit, si ne shfrytëzojnë atë jashtë. Prandaj, unë thashë Helena, unë jam një kombëtar për mua, ai që është më I miri, a demokrat a socialist, ati dharë zoti forcë, ai që drejton e din më mirë halët e këtij popullit, ati dharë zoti forcë me marrë në dorë qeverinë shqiptare. Por duhet të them edhe diçka. I ka ardhur koha, gjeneratën tonë, na me ditë me nej dhe me ullon të drejtën të në trive me dërtua se ta kanë menjen. Dhe zoti Salani edhe fjalë kam me ty. Na atje unë një kum çështet politike, ekonomike, drana sikur me kanë ka hambu këtu, por se kena realizuar punë tonë atje. Më dukesh, don krejt let nuk është me dal atje ku jenis, se ta I kanë mush gjepat heret e nuk I zbrasin për kollaj, ju jeni pa parë në gjepa e keni vështirë për me arrit ato që duhet për këtë popull për ta njerëz. Prandaj inshallah unë jam kënaqur për këtë rini dhe I kërkoj rini shqiptare që të bashkohet me ty dhe me gjeneratën tuaj për të vënë qeverinë dhe për ta vuajtur Shqipërinë në vijë e ndajnë atë drejta. Mos pritni se vjen Amerika e bë punë tonë në shtëpi tonë. Bëni ju këtu. Ju faleminderit. I knew the moment.